Viti i ri, sipas kalendarit hijri, nis me muajin e parë, muajin Muharrem. Sot me 16 qershor, besimtarët e tarikateve fillojnë agjërimin në periudhën e matemit. E për këtë periudhë na tregoi Sheh Leonard Shehu. Këto 10 ditë janë për kushtim ibadete të shtuara, lëmor, sadaka për të varfrit, lexim Kuranit, pra në përgjithësi është një muaj që i përkushtohet edhe ma shumë historisë dhe ndodhisë në luftën e Kerbelas, pra nipit të profetit. Nëse pyesim a është rasia kader, ne besimtar shpeshtojmë se gjithçka është përcaktimi i Allahut. Dhe pikërisht ditën e 10 të këtij muaji të shenjtë, ku edhe Hazreti Muhammed Mustafa paqja dhe mëshira qoftë mbi të e inoj këtë ditë, dhe duke ditë se është edhe muaj ndalum edhe lufta dhe gjakderdhja, pikërisht ndodhi ajo më e keqja. Për fund, ai e kishte edhe një lutje. Dar Zote që këto ibadete të na pranohen të i Madhi Zot dhe bar njerëzimit, i cili është në anën e drejtësisë, të kenë bekimet nga Allahu dhe sakrifica e tyre të shpërblehet nga Allahu. Gjithë shqiptarëve kudo që janë dhe që në rrugën e tarikatit, rrugën e sufizmit dhe të gjithë besimtarëve të devotshëm qofshin këto lutje të pranuara nga i Madhi Zot. Periudha e matemit është një kohë zije dhe për kujtimi për dëshmorët e Kerbelas, ku agjërimi dhe vetëpërmbajtja shërbejnë si një udhëtim shpirtëror për të pastruar shpirtin dhe për të kujtuar sakrificën e Imam Husajnit dhe familjes së tij.